Krye opozitari ka bërë thirrje qytetarëve të Durrësit që të votojnë Partinë Demokratike si mundësia për më shumë mirëqenie dhe taksa të ulta. Gjatë takimeve me banor të Kënetës, Katundit të Ri dhe Sukthit, Basha nuk la pa akuzuar mazhorancën. Punësimi juaj nuk është prioriteti qeverisë Edi Ramës dhe Ilir Metës. Punësimi është prioriteti im dhe i Partisë Demokratike. Platforma Demokratëve është spari i ulja e taksave për të mundësuar bizneseve të hapin më shumë vende pune dhe vende pune me paga më të mira. Së dyti, falja e kamat vonesave anë mban vendit dhe ulja me 25% e çmimit të energjisë elektrike. Kryetari i PD-s ka shpalosur në Durrës ofertën e Partisë Demokratike, e cila do të sigurojë qytetarëve uljen e çmimit të energjisë dhe taksën e qarkullimit, një kërkesë kjo që u rrëzua në parlament. Për uljen e taksave për biznesin që punson të ri, e votuar kundër. Siç votuar kundër amendamentin ton para 3 muajsh për uljen e çmimit të energjisë. Siç votuar kundër amendamentin ton për uljen e çmimit të naftës. Ky nuk është drejtimi i dur për Shqipërinë. Ky nuk është drejtimi i dur për njerëzit. Ky është drejtimi i dur vetëm për një grusht njerëzish që kanë vendosur të pasurohen kurrizin e shqiptarëve, kurrizin e më të varfërve, kurrizin e taksapaguesve, kurrizin tuaj. Sipas Bashës, qeveria aktuale ka ngrirë rritjen e pagave dhe të pensioneve, në një kohë që çmimet njohin vetëm rritje.